Rruga Kananmaze vite me radhë vijon të mbetet në të njëjtat kushte, një segment rrugori i cili është mes baltës dhe grapave të shumta. Në këtë rrugë, siç e tregojnë edhe banorët e zonës, jetojnë rreth 100 familje dhe funksionojnë rreth 18 biznese, kryesisht njësi hoteliere të vogla, të cilat paguajnë taksa, por pavarësisht kësaj, banorët thonë se asnjëherë nuk është investuar. Kanë bërë kërkesa të shumta në institucione dhe bashki, por sërish situata sipas banorëve nuk ka ndryshuar as pak. Gjatë verës të zone frekuentojnë me qindra turistë huaj, të cilët përballen me po të njëjtin realitet. Banorët thonë se vetëm për shkak të rrugës turistët për njësitë e tyre hoteliere japin vlerësime negative. Bëjmë sot se realisht nuk na është bërë gjë. Kjo është rreth 100 metra rrugë. Ne kemi bërë she në një asfalt ndaj në një beton është bërë vetë në ana jonë. Na kanë thënë bëjmë sot realisht nuk është bërë. Është një rrugë, ja thash dhe në kryetari bashkisë, po 30 vjet. 30 vjet pa friks. E kam unë 33 vjet këtu. Që është bërë vetëm shteti, ja duket është bërë vetë kjo pjesa. Me shi besoj se është plot. Me shi neve këtu mbytemi po mos punoj hidrovari. Kur punon nuk mbytemi. Si përfundim, është rrugë me biznese. Ne paguajmë edhe në faturën që paguajmë. Sa familje janë? Sa familje jetojnë? Po janë vetëm këtu që liten janë një 35 familje. Dhe rruga poshtë Andeja e ka marrë një stres, e ka zgjidhur për hallin. Vetëm ju jeni përjashtuar. Lagja aty tek ndërhyrja e lartë është komplet e rregulluar. Vetëm kjo ka ngelur dhe është një lagje me biznes. Kur na vijnë të huajt, kemi patur rast se kanë ardhur dhe kanë ikur vetëm rrugën. Edhe thonë, pse këtej te porta mbrënda është ndrequr dhe këtej jo? I themi neve, këteja kemi, po këtu, a investonim, po patjetër që investojmë, patjetër që na i mbajnë taksat, paguajmë. Ne jemi 10-12 vende me nip këtu, që na i marrin taksat, na i marrin. Zonë prioritare jemi se jemi andetit. Unë kam 22 vjetë thuj këtu, me fjalë nuk është vendor. E kemi shtruar njerë vetë, na i prishën me kanalizimet që vonë, ashti kjo ka ngellur këtu bet det. Po të bjerë një shi, kjo bet e gjitha det. Kemi bërë në bashki, erën odhën shakëll për votat, edhe nuk kanë vendor. Presim, bajtet, po thua se 25 vjet, 30 vjet, vend turistik. Këtu janë 10 hotele. Po nuk diskutohet. Me fjalë zonë turistike ngeret shumë. Përveç kësaj, shtyllat elektrike kam vajtur edhe në atë të elektrikut, kam kërkuar shtylla, kablet shikoj që i kanë vënë me fjalë. Kur të vi fondi zhvillimit, kur ju në që a thonë, gjenjejnë, mashtrojnë, votat i duan. Shpresa nuk kam. Nuk kam shpresë. Kanë premtuar për votat. Për votat me fjalë, jo tani të bashkisë parlamentare, edhe në orën të shakëll, ja. Si që shikoni, kjo gjendje është. Jo, këtu bëhet det. Po të bjerë shi. Jo, nuk kam shpresë. Kushtet si e shkruaj për shkoni vetë, më skandaloze s'ka ku të vej. Po pse? Çfarë ndodh? Sepse nuk vëdor bashkia, nuk vëdor shteti. prej sa kohësh? Kjo ka vite. Ka shumë vite. Sa herë kemi varet atje në bashki, kemi bërë kërkesën, kemi bërë ankesën, do vim si gjithmonë si çdo vend. Shikojeni vetë, në dim nuk dalin dot fëmijët jashtë se mbyten për ato. Sistem kanalizime nuk bëhet fjalë. Po nuk bëhet fjalë më burr, e kanë prish rrugën. Njerëzit tu kërkojnë që rruga të kthehet në gjendje të pashme se këta kanë paguar vetë lekë nga xhepi që kanë bërë rrugën. Tani herën e prishën, vetë ata që kaluan tubat çfarë bëhet shteti dhe kanë lënë të gjendje të mjeruar, skandaloze. Mu skandaloze s'ka ku të vej. Ndërkohë ju prisin dhe turista në të lagje. Po kush po pyet për turista, mbyten fëmijët në përpelljet e ujit, leja turizmi. Turizmi s'çan kokë njeri. Taksat i pagojnë rregullisht njerëzit. Shumë familje, shumë biznese ndërkohë në gjithë zonën. Po biznese, familje, plotë, kupton? Kjo është bërë gangren. Ankesë besoj keni bërë. 100 herë në bashki kemi vajt. Do i përgjigje? Asgjë më burr, do vim sot, do vim nesër. Premtime? Premtime si gjithmonë, kupton? Premtime janë ngopur njerëzit tu. Po ju vin kur janë zgjedhje. S'ka ardhur njëri më burr, për zgjedhje po. Ajo është sëmundje e përgjithshme, për zgjedhje në votën se pastaj unë do të bëjmë mbret mbas votës, e kupton? E përfundimi siç ka qenë. Ka dhe emër të bukur, herojt kombëtar i luftës së 20-s.
Hero me emër. Këtë rrugë e kemi bërë vetë si lagje. Sot aktualisht janë 18 biznese me licencë. Këtu kjo rrugë. Kryesisht hoteleri, biznes, tregti. Aktualisht ne kemi bërë 2 kërkesa. Kemi nisë në bashki një dozor Këshillit, një kemi mbledhur firmat e tërë lagjes. Po na kanë thënë çfarë para votimit erdhi kandidatja për deputete që ishte sot është prefekte ajo. Na premtoi me gjithë stafin e bashkisë, në to ishte edhe ai drejtori thoya ky i urbanistikës dhe e mori përsipër mbas qershorit do e bëj. Po votimet do bën në maj, e ke parasysh. Tani ndofta ka bërë trazira nga Teresa atje. Kjo është një rrugë, jo më shumë 70 metra në andej deri këtu, kaq rrugës kjo. Po vjen qershori tjetër ndërkohë. Tani varet sa do e bën një problem. Është rruga që ka 70 metra rrugë dhe ka biznese 17-18 me licencë paguajnë taksa. E di që në drejtorinë e tatimit, ky paguan ta, e sot në dimër paguajnë taksa. Ky ai tjetri të. Besoj janë ankuar, sigurisht. Po kemi bërë ankesë, kemi bërë një kërkesë me firma, kemi çuar. Kryetari i bashkisë e morën mbas më prap telefon. Përgjigje keni patur? Do e bëjmë orës. Do e bëjmë ja. Nuk e di tash. Televizori juaj nuk është lokal, por si ka hyrë rang televizion kombëtar në fakt, është i dëgjuar, është i besueshëm. Nuk e di, po ta bëj. Normalisht kjo zonë ka zhvillim këtu, rruga është aty, plazhet janë, bile ato 2-3 biznese që janë aty, ka dhe zhvillim zonës efektivisht. Por ajo që është më keqja që vuaj unë të pak dhe këta banorët e tjerë, kur vjen një huaj e thot, po çesh rruga këtu, ose një huaj, nëse ka hyrë në booking, në shtëpinë e dikujt, dhe kur vjen puna ai të çon një not, ja fus kot 6. Dhe thot kështu, pastërtia i mirë, shërbimi i mirë, çmimi i mirë, por rruga ishte shumë e keqe. Gjithë pse do të penalizohet mund të marrë një notë të keqe në një kohë që takon bashkisë. Ose thot kishte plera në rrugë. Këto nuk janë tona, po në faturojnë. Kështu që Segmenti rrugor Kananmaze është në zonën e Pyllit të Sodës në lagjen 1 Maj. Në të katërta anët është i kufizuar me asfalt, ndërsa kjo është rruga e vetme e amortizuar në zonë.